Tani si hobi më është bërë profesion dhe dikur stili jetesës. Kam nisë kur nuk ka pas as trepikshe, as semafora, as kosh me faul. Kam vazhduar në ligat të një shtetit që më nuk ekziston dhe në ligat të një shtetit që po e themelonin vetë, pa ditë kur ajo ndër realizohet. Kam luajtur në beton, në sallat të sporteve dhe në palestrat të shkollave fillore. Kam transmetuar Ligën e Kosovës nga sallat e ftohta me telefon statik për radio. Kam transmetuar NBA dhe lojrat olimpike. Dhe 50 kam betur deri në fund të çerekut të parë. Mirë po, tregimi im nuk tregohet i vetëm, tregohet me shumë të tjerë që për 80 vite kanë kontribuar në basketbollin e Kosovës. Hajde Zajkoli! Që edhe Karabegu qërmi ka 2 dhe qomona. Kjo është nishi. Nishi po, në shokon, gjithë. Po unë i mrami 5, ka dëzë. Ama ti qendër gjithmonë e kon Imrami. Na dilshëm atë ndeshëm 20 minuta, ti dishëm lojë. Po, gjithë qashtu. Edhe, jo, ju ka zohë se unë i nëzirë isha gjithë. Edhe po. Pasi që këtu e kam Ferit Zekollin, legjendën e basketbollit të Kosovës, kemi qenë edhe bashkëlojtar, ka filluar një moshë pak më të shtyrë, apo më të vjetër sa i përket fillimit të basketbollit në Trepçin e Mitrovicës. Si ka ndodhur kjo? Po, fakt është e vërtet. Unë jam për libër nisi them shpesh herë, sepse për vetë faktin që shumë vonë ja kom nisë sportistat, gjithkun ja fillojnë dikur moshë 10 vjeçare, 12, 13, e me janisti moshën 19 vjeçare. Ajo edhe me mri në atë kulminacion që e thati, vetë mi e dini që kam qenë antari Ligës Sportish Jugoslavisë, ajo ma e forta në botë. Dhe të flasim edhe për këtë. Megjithatë më intereson këto fillimet, kush ka qenë shtysi yt kryesor për të marrë me basketball? A disi, unë kur shkova në shkollë teknike e pas sefte topin e basketbollit në dorë me pas, edhe se në shkollë fillore ma gjunaj nuk ka pas basketbol, as top basketbollit. Jo në lujtë unë e thëmë të sportet e fshatarve, futbol, handball, volleyball, karejt to, po, a unë për ndryshe, për shqiqu se ju i peseku, se unë kom qenë sportist i lindëm, sepse unë edhe në futbol kom qenë shumë i mirë, edhe në handball, edhe në volleyball, edhe në gjimnastik, në gjitha këto sportet, por në basketball s'kisha lujtë, ko shova në shkollë të mesme teknike, e pa shumë flejke. Shtatlartësia, por shtatlartësia është ma shumë 600 parë, kur e shoj njerëzit, po ta nuk e kanë ditë se qëfar truni posedoj unë edhe qëfar dorë. Unë isha konë preciz i lindëm. Basketbolli është me precizitet. Unë sot e asaj dite gjithmonë shprehem që basketbolli më të mirë, basketbollista në botë, janë ata cilët dinë me shënu. Sa ma shumë me shënu, sa ma pak me hush topë. Më kujtohet shumë mirë në kohën kur kam filluar edhe në basketbollin, kam qenë në ekipin e Këdzeko Biliqit, ti ke qenë në Trepçin e Mitrovicës, atëherë kemi qenë 2 skuadrat në ligën e dytë. Qashtë. Jemi përballur njëri me tjetrin në fushat të hapura. Nuk di sa të kujtohet kjo. Jo, shumë gjitha. Gjitha më kujtohet. Do të thotë prej asaj kohë ne njihemi edhe më pas jemi edhe bashkëlojtar. Bashkëlojtar edhe tash ti dukesh pak edhe më bo ma modest si bashkëlojtar, po jo veç bashkëlojtar, po largë ma të mirë të kemi qenë në atë kohë, edhe gjithdo kundërshtar, në gjitha fitoret që i kemi bërë, jo në bë vetëm se me angazhimin tënë edhe timin në maksimum, sidomos
Gjithmonë më tepër se gjysma e pikëve janë shënuar nga unë edhe ti. Po, gjithmonë, shumë ma shumë. Shumë ma shumë. Unë edhe për ates, edhe sot thëmë, bile shoqja shpesh herë më korrigjon, thët, jo, po pa mbrojtje nuk ka që. Çfarë mbrojtje ka? Kush mbrohet të isha pejnat, apo këpëtam, të kush të tonë leve, unë e përthejsh. Kur ke shkuar në shkollën teknike në Mitrovic, të kaftuar dikush për Trepça? Po. Kush ka qenë trenerat në atë kohë në Trepça? Ka qenë edhe Bedri Hamza, kanë qenë edhe në Sulejman Gashi, ka qenë drejtor në bankë, ka qenë edhe ata, por unë e tjedin, e ke njohëtënat me të linë, babën të më Rifatin, a ja ka pas mos të mërzi, po e ka urrejt sportin, veç shkollin. Sikur se dhe baba im ashtu. Po, të normal. Ajo kohë ka qenë kur prindë tonë kanë dëshiruar që të shkollohemi, jo të shmerremi me sport. Po. Sipas tyne ka qenë kjo humbje e kohës. Bashkë humbje e kohës, pa i qëra dhe kur të këshu, ndoshta dhe mire kanë pas, tash kishëm doktoru edhe që shumë orë që tu, kishëm majtë mësim. Në një farë mënyre kemi doktoruar edhe në sport. Po, nga. Me karierën tonë. Po, në karierën tonë. Shumë i mirë, kështu që shfrytëzoj edhe këtë studiot juajën, të përshëndesin gjithë ata duke filluar prej trejneri që kemi pas Bardhyllin këtu. Bardhyll Nushin, edhe deri të lojtarët tjerë shumë atri që kanë qenë, cilët me të vërtet edhe ata kanë japë një kontribut shumë, por normal, dikush u duhet me konë më i mire, se vish 5 lojtarë. Si çdo herë sport. Çdo herë, mashë. Më intereson tani përmbyllja e karierës të Trepça kalon dhe vjen në Prishtinë, në ekipin e universitetit. Po, dhe në universitet, për ardhjen time në universitet, mirënjohës i jam ndjerit Luan Habibaj. Po, Habibaj. Ka qenë atë lojtar. Ka qenë lojtar, ma vonë edhe referent. Po, refer, e aj po vjen, po në referën më duket. Po, në Mitrovice, po më thotë, jo, të ki vemnin Prishtinë, në universitet, ta në i këtej, edhe ishën atë ma shumë komësi sërbë ishën aty. Ma tepër sërb ka pas. Ma tepër ka pas. Po e shqiptanëve u konë, unë e këmë qeke dhe në sa intervjista tjera. Prej Trepçës, rikthesh dhe vjen në Prishtinë. Në universitet, tharë, duke ju falenderuar Luan Habibaj, taj ishte kreatori kryesor, unë e kalova shumë mirë, unë pritëm, ka qenë një profesor edhe në shkollën e lartë pedagogjika i Klara, aja aty, ata lojtarët gjithë unë pritën shumë mirë, po unë e vesh thash, ditës unë gjdo ditë, shkoj shama për para që thojnë, atë se unë e thash, për shiqus të ju do të ceku se para se me filluar, unë e të luj për Trepçën, djalli tezës time ma patë në gjitë një rreth koshit në Magjune, në fshatë. Dhe thotë e ka parapri? Po, e ka parapri, se unë e pashtash që shtu, unë e bleva një topë dhe, po, ishë problem se e shkel shumë baqen aty, po, u bëjke si tokë aty shumë, baba mos doj keme ndi heq ndjeri, po ata ndjerë se kanë vdej krejt një gjëllartë, migja jemi madhe dhe po thot, jo biri jam, thot, ti thot veç gjujnë në kosh, merri, thot le t'i kthejnë, po jo me lujt aty se peshkelni ma shumë, e unë e qashtu, po, a di qyrë, kështë të vëvota dorë, po s'disha me uqë. Kur vjen në universitet, dhe thot vjen edhe në studime, apo ishe... Po, jo isha student. Po. Thonë isha. Po, në universitet. Student, unë në universitet, teknologjin, po ish fakulteti vetëm sa ishte hap teknologjia, kjo ishe njësi e Beogradit, ishe fakultetit teknologjik Beogradit. Shtu që edhe shumicën edhe të ushtrimeve, edhe të provimeve, në Beograd i kom kry, për faktin që unë Masandeviç shkova shumë me hapat shpejtit, që unë patën thirë, nuk kishte ekip blerim s'ka pas nesh Jugoslavi
që s'kom pas ftesë. Po baba kurse si me më lanë, unë nuk e di as vetë që shkova në zonë. Është interesant një historik i ngjashëm edhe ky i imi me ato oferta edhe kemi mbetur në Prishtinë deri në kohën kur ke shkuar në Zarë. Madje edhe në atë kohë kam pas edhe në ofertë të bashkangjitim ty në atë kohë kur isha 1 vjet i dënuar. Po më rëmend çfarë fatë që është me qenë me kanë qenë edhe ti me mu, atje se gjithmonë po bëjnë koalicion lojtarët edhe të largojnë pe i lojës, nuk ta qesin topin, apo kupton? Do të vim te ajo pjesa jote, mund të them pjesë ku ke shkëlqyer dhe ke pasur nivelin më të lartë të basketbollit, si për të qenë pjesë e një elite të basketbollit të Jugosllavisë ka qenë vërtet privilegj dhe është dashur që të keni cilësinë e një basketbollisti i cili mund të ndihmojë skuadrës Zarës. Në universitet qëndroni bashkangjitemi ne që vim nga Elektrokosovë, elektricisti. Unë kam qenë pjesë e Obiliqit, më pastaj vim në universitet. Atëherë fuzionohemi me emrin në universitet, edhe më kujtohet shumë mirë ku shkojmë luajmë në suplimentare në Manastir. Manastir, po. Biton, Manastir. Po. Atje, edhe prej aty vesh ne fillojmë gjithmonë me kenë atë rangun federativ, ligën e dytë të Jugosllavisë ku kanë qenë 4 liga. Po. Jugor, perëndimor, verior, Lindje, po. edhe lindje. Por duhet të thekë që atë botë, kjo ka qenë vitet 72-3, ka qenë Jugoslavia shumë e fortë. Në kohë kam qenë 16 vjeçar, 16-17. Ka qenë, por unë për atë sot. Është interesant që sipas atyre asaj suplementare që po flet se rikthehemi në Ligën e Kosovës, arrim që të imposhtim gjitha skuadrat dhe të arrim të jemi kampion të Kosovës dhe të kalojmë në Ligën e dytë Jug. Pas reorganizimit që është bërë në atë kohë në basketbol, nga se kampioni është kyçur në drejt për drejt në Ligën e dytë Jug. Qashtu, shumë e vërtet, edhe tash prej këte që të ceke Ligën e dytë, qaj grupi jugor, ne gjithmonë e kemi pas që thënë fjallën kryesore në ligë, kemi qenë largë ekipi më i fortë. Në atë Ligën e dytë Jug, Malizi, Macedonia dhe Kosova. Edhe Serbia. Serbia ka qenë atëherë në kohën Liga e dytë Lindje, kur ka qenë më vonë themelume. Kjo Liga e dytë Jug ka qenë më herët, kur kemi luajtur kundër skuadrave të Malizi dhe të Macedonisë. Po. Një kohë e gjatë që ka kaluar shumë e gjatë. Shumë e gjatë. Flasim për vitet 70-ta. Po, shumë e gjatë tash. Unë atëherë unë vinë ma vonë më kujtohen disa detale, për shembull, unë vishun kujtohen ato sidomos kur ka qenë fitoria ma interesante që e kemi fituar ndeshjen si musafir, si në Titograd, si atje, si në Kumanov, si krejt. Në Shkup. Në Shkup, plot sene edhe, pa marrë parasysh se gjithmonë udhëheqësia e ligës edhe referët kanë qenë kundër neve. Mu tash po vje keq me në shpreh, që ashtu por ajo ka qenë e vërtet. Shumë e vërtet ka qenë. Edhe Menzis Peçin me na referu faul dhe në pesin, sidomos unë një më konë me 3 ferve, por po. Në një arkiv të Relindës shihet që shumë shpesh edhe Zekolli edhe Vuniqi janë me 5 personale jashtë lojës. Deri ma vonë, dikur veç kur tash po të tregoj për veti se më kujtohet, tash edhe le që u rujsha, më kujtohet kur edhe dhe ke bardhyli veç dili për para, e nxjerr personale sulm tash po me mytë, me qitë gullin po. Ata kishin llogari me umë që thëjnë 2-3 lojtarë për me qitë ty e muë. Por
prap pa marrë parasysh gjitha atyne, rezultatet kur nuk kanë munguar, por unë e thëmë që tani, na edhe në Edhe lumë në atë kohë ka qenë një shoqëri e shëndosh ku jemi të shoqëruar gjithmonë edhe pas lojës, edhe para lojës, edhe pas servitje. edhe ka qenë që thojnë pa hile, tani është me hile, sepse ti nuk je, që më shamun me ekip Prishtinës po folim, gjithmonë frekventojnë ma shumë se gati ofër 20 lojtarë të hujt gjatë vitit, që vinë, ata vinë e shkojnë, ata vinë ja për lek, ja se për mundësi, për mushi, dika, me bo sa ma shumë e shënu kosha, si jap njeni tjetrit, i shahone, haptas, bashkë jemi të nëshu, lojt aty, ajo s'ka pas të në fare, shfarë. Është interesant, nuk ka pasur xhelozi ndaj njëri tjetrit. Asë një tro, hiq. Shumë shpesh ke shënuar më tepër pikë, po shumë shpesh kam shënuar edhe me tepër pikë, megjithatë e rëndësishme ka qenë që ekipi të fitojë lojë. Fitoj veç ekipi, tash mërziten për ekip, veç për një janë shumë janë, veç për veti me i pas statistikat sa më të mirë. Në atë kohë tonë s'ka pas statistikë. S'ka pas statistika. Do të thotë nuk dim si farë statistika përveç atyre raporteve që i kemi parë në për gazeta, kur janë shënuar vetëm pikët. O, të më kujtohet, kur shumë zare, të kujtohet e ndeshja. Ndeshja miqësore, po. Miqësore me ta dhe faktu në nuk isha tregu shumë i mirë, qëfare është prit për mirë dhe qëfare trumbetojshin gjitha gazetat, mediat, po, kur që prapa apet, kur po foli djeri bardhylli ndarë, ka ty për dhët gjeni dhe bëma dhët procesin tjetrit. A i zaras, kur është, thot, cili numër o konë sekulli, thot 12. Thot, numër 12, thot 33 pikë, thot pja shënën një Kreshimir Qosiqit, të edhin që a i ka qenë lojtari ma i mirë, qendër në botë, ka qenë në amatorizm. Thot, qa ju bërë ty në tjerë dhe i mytë, edhe ishe vërtet, unë kur hum kalju, pej qatë herit që kemi qenë, ne i kemi lujtë për mi 5-60 loj në për turnira. Mirë, po është interesant që para se të kalon në Zarë, këtë qenë Metallci Valjevës ka qenë interesuar për juve. Po, 2 vite për para, po edhe atëherë, ma kanë bo njëjtë si ty, nuk ma kanë jepë që registrimin, ti din regullore që shkanë mbretrua atëherë, nëse nuk e ki që registrimin për klubit tomë, edhe prej federatës gjecën, kitë rast... Lidhja e basketbolistëve të Kosovës, atëherë u dënëshe 3 vite, e nuk u pagunte, e unë po thamë në Metallci Valjevës jashtë zakonisht bukur kon kalu edhe materialisht, po vetëm 3 muaj ka gjatë verës. Ti shumë shku e thash, se une për faktin që kom filluar shumë avant, mirën, por une edhe sëtë thamë, gjithmonë e përsëris, lojtari bëhet lojtar vetëm se me loj. Ajo fatë barësi të unë ka qenë që unë kom pas loj në amja. Mirë po, ka ndihmuar shumë edhe stërvita me bokserët e Prishtinës, me kampionet e ish Jugosllavisë. Më kujtohet shumë mirë. Trener Lahnimani, po ashtu nga Mitrovica. Po, nga Mitrovica, i ndjeri Gjevdet Peci edhe Mehmet Bugujevsi. Sot da ditu, ju e dini që Mehmetin e kam shokun ma të mirë, ati, por tash ti e din qëfa reflekse shkom pas në dur, të ushtru në thesë, më shtish në të. Jo, normal më rrejt. Këto, s'ka pas fitnes atëherë, din, përshkoj shumë Brezovizë. Mirë, po ka qenë ndimes shumë e madhe për ty, për vazhdimin e karierës, për të arritur ato rezultate që ke arrit. Kujtohet tash që pesha koshin atje, kur hesha prej një nëson tjetërën, po qaq levizshmërin dur, nuk e di edhe forcë. Edhe forcë. Shumë i leviz shumë më qenë, edhe shumë muskulos që edhe sot a ditë dur t'i kam. Kisha pas edhe kam të ashtu në vjetë. Se dështjetë ka qenë interesant kjo karriera jute në basketbolin e Kosovës, më pastaj kalon në Zarë. Me ftesën... Vitin 1977. Para se të kalojmë të Zara,
Kujton ato 2 ndeshjet që i kemi zhvilluar kundër Partizanin? Po, Në ndeshjen e parë, unë kam shënuar 34 pikë, ti ke shënuar 28. Në ndeshjen e dytë, ti ke shënuar 46 pikë, unë 32. o dhe po se... Shikoshmëria ka qenë full, atmosfera ka qenë perfekte. Ka të në thyë edhe gjamat. Ajo, më të regojshin edhe këta saldës edhe gazetarët, sigurisht ka pas ofër 5.000 aty. Ka pas edhe jashtë. Jashtë, lëtë. Po. E krejt këto, se Partizani ishte më nëmeni, ka pas lojtarët më të mirë të botë. Sigur se sot me tartë Ronaldo edhe Messi me të lujtë ty futbal në Prishtinë. Apo kuptan? Apo me tarë LeBron James, Luka Doncic edhe gjithë këta. Luka Doncic edhe këta të tjerët. Edhe të tjerët. Se tash, që LeBron James edhe Luka Doncic shumë mirë i more, po ma qojnë mollën e tandemit tim dhe të blerimit që kemi qenë na dy, sepse ata dy, gjithmonë për mi 60 po jena gjithë. Në kohën tonë nuk ka pas gjujtje për 3 pikë. Jo, s'ka pas. Edhe 2. As nuk ka pas kosh edhe një gjujtje të tjerë. Shtetë. Po thëmë, shumë mirë e ceke, nuk ka ekzistuar ajo gjelozia fare, ajo shumë i ka ndimu, edhe shumë i ndumën sportit. Sot unë e shoh, nuk donë mi aqit atina qërë pozicion më të mirë, ja qunë atina që ka kundërshtarin afer aty. Krejtë se rish luin gjithë. Kujtohet shumë mirë, kur ti ke qenë i blokuar, pasimi ka qenë të unë ose të ndonjë bashkëlojtar tjetër. Ajo, unë po thëmë. Mirë, po furnizimi i topave ka qenë gjithmonë aksioni ka fillu për teje. Po tjetër se unë kom qenë i gjatë, po tash është pak jo modeste, po folum tamam shkencëtarisht për basketbol, realiteti nuk u prit për me konë edhe qaqi i zgjuarësimi po se ne lojtarët e gjatë fort se mi tretohu si të meqëm. Para atë kohë, po tash është gjithçka ndryshe. Tash, unë pisha ka, befas, ti ke pa qishun edhe tash, po mona nervoz, kur pikëshirëm të lojt, kur i shohëm ata kolegë tonë, edhe pse janë matri, qysh sillen, qysh e huqin, qysh këto, unë e befasona, edhe thëmë, a ju në karierë s'kom po qaquqe, sa po bojnë tanë për një lojt, po sigurisht. E për atë, vesh një gjë, unë duket që kanë të drejtë, sepse infrastruktura mungon shumë, këtu të ne e ata nuk kanë rast si kur na. Ti e din që unë e mas 12 natës, ju më shkullë dhe lartë pedagogji, ushtru. Atëherë, po, i marsha 2 studenta, mi këtheshin topat, edhe u pastroj shumë aty, kishte ujtë në zedë. Po, në salë, po në shkusha për një. Abedini aty edhe në apkedere, e kretë le që jo 2 orë, po edhe ka ndodhë 8 orë. Dhe në mëngjes. Dhe i vizin studentat. Bona një degresion që dhe fola për ndeshjen kundër Partizanit atë ndysh. Më pastaj kalon në Zar, me ftesën e legendarit të basketbollit të Jugosllavisë, Kroacisë, Giuseppe Pino Gjergje. Tash Peceku prapë për shqyqus të juaj, kam qenë kalimi më i madh në Jugoslavi. Pas me e kanë qenë Peter Vilfan, edhe disa tjerë që asune astis në kujtohen tash, a ne dhët, edhe tash mërë me men, po hera parë është që Peceku, kur po shkoj une me, si thojnë me atë përvojën e ligjes dytë, që kemi qenë Elektro-Kosova, isha gjithë realizatori më i mirë kundër Zvezdes, kundër Partizanit, Radničkit, Cibones, Jugoplastikit, Olimpijis, krejt turni për turnet në ndryshme se atër një Jugoslaviti s'ka pas shans me fillu kampionati për pa i pas 5-6 ndeshje para prake mi pas. E tash unë isho këto ekipë. Mundësit kanë qenë shumë më të mira. Shumë, o ja. Qefer është se tash prapë Peceku, shteti si shtet e ka dasht mas shumë ti basketbolin në Jugoslavi për faktin që
Tito që ka qenë kryetari i Jugosllavisë ka shit qallo memën basketbol. Mirë po neve në një farë mënyrë na e penguar për të kaluar në nivel më të lartë në elitën e basketbollit të Jugosllavisë. Gjithsesi se unë po të thëmë, unë kom shëtitat ligje krejt ranë, pa disa ka pas lojtar, ma dot ka pas edhe një 4-5 lojtar në ekipin tonë që kanë qenë më të mirë se ata që kanë lujtë atje. Do të thotë ne edhe me këtë publik e gjitha këto sigurisht që kishëm me pas sukses normal ka pas mjaft se gjithmonë ka qenë deficitar, gjatësia ka qenë. Gjatësia nivën kishtë me nevojit një lojtari gjatë edhe një play. Ka asë gjithë tjetër. Asë gjithë tjetër të tedin Partizani, kampioni Jugosllavisë me 2 lojtarë të kategorisë, jashtë kategorisë, Dalipagiqin djemë, tash edhe Kiçanović, Zara për shembull. Zara e din mirë sa ka qenë ma e vogël shumë se Prishtina, kur kemi shku atje, veç 2 lojtarë ekstra kategorisë, Pino Gjergjen edhe Krishimir Qosiqin, po bëhet kampioni Jugosllavisë. Shumë ma problem u konë me qenë kampioni Jugosllavisë se kampioni Evropës në atë botë. E qështu, tash për atë po them, normal që i ka, si pas mendimit edhe tim edhe të shumë ekspertëve tjerë, na ka mungu edhe stafi udhëheqës atë botë. Trajneri, sepse ka qenë loja basketbollit, ka qenë shumë në nivellit lartë je duft të me pas pregaditje shkollore për basketbol. Është interesant që në atë kohë nuk është punuar shumë në fizikus. Ja, po që edhe tash, ti për shembull që përmeni Luka Dončićin, fizikus më të keq se Luka Dončići nuk ka kërkush me barkun e ka më të madh se ti. Jo, në s'kam bark. Po ti shumë mirë. Bluzën e kam pak ma gjonë. Po, pak. Tash po drejtorin pak. Po thamë, me lojtari cili permanent shënon përmi 30 pikë, në të leutem, ty të vynë veç edhe 2 lojtarë tjetë. Kur fola për të vazhdosh edhe pak për Zarën me folë, pastaj do të kenë një temi shumë interesante për ato pengesat që në kanë bërë për të kaluar në një nivelin më të lartë të basketbollit të Jugosllavisë. Po, Zara, që ka me thënë, Zara ishte atë botë, ishte ekipi më i respektueshëm ligë të Jugosllavisë, sepse për vetë faktin që tifozërinë ka pas shumë të flaktë. Ma të flaktën, gjithmonë Jazine 5.000 veti ke pas, gjithmonë për plot, biletani që tash e din që është ndërtuar ajo palestra e re me emrin Krishimir Qosić në Vishnik, problem është atë me mush, se ajo nxenë over 10.000 shikus. Zara, nuk është ati nivellit që ka qenë për parë. Jo, duhet me pas edhe Qosićin edhe Gjergjen, ta me edhe atë kalam kusurin tjetër. Edhe plus edhe Zekollin aty. Gjithësisht Zekollin aty. Pas Zekollin nuk ka... Luishi blerim që hera parë që PC-ko në televizion, një prej servitjeve, një me një e bëjshon, që e bëjnë, normal, unë e kisha Qosići, në atë kohë ka lujtë për Brest Olimpijin edhe trajner ka qenë. Por, 3-4 netë rikën Zarë, atje është i këtë premte servitje në Ljubljan, edhe kështë lojtë shtunë. Unë kundërthina, tash asuni nuk mu isha me ndalë atë, por a i mua heq, e tash Gjergja më thashtë, mos se kjo është emin i madhë, edhe është i natë gji, jeni natin, po, unë e me shajvis me konë që se jep shakashtë, me dy dorët, të mirë thejkëm, po të dy dorë shumë zhvillume, të në ata haroga tonë në basketbol, që tash nuk aplikojnë haroga kërkush, se ti kur përshëton me harog këto edhe mbroshën këtë me... Ti mbrohesh, po 2 metra hapsin, a i vesh me konë 2-3 dhe, se s'monët me blëhu.
karriera jote nuk shkon ashtu si duhet edhe siç ke dëshiruar ti në Zarë. Vjente një lëndim gjatë kampionatit. Ajo është pehi më i Fati i keq. më i keqi. Jo i keq, po më i keqi që mundet mi ndodh një sportisti e në këtë rast si kur mua, sepse në atë kohën kur kon shku në Zarë, une në qatë vit i kom mush 26 vite. Do të thotë, me kënë qenë unë tash 20 vjeqar, 21 vjeqar, kesh pas kohë, mu rehabilitua nej, po shfarë besa. Ta ne shumë u zgënjeva, edhe unë e kom thy komen një poshtë në stërvitje, pse veç për neglizhent, edhe krejt ndodhin, lujshëm në 2 kosha, 2-2, në rëmen, s'kesh që na mu, unë edhe Perin Qiqi. Branko Skroqe krejt, por jo, na imi konë se të 2 shotera, edhe të shpejt unë isha. O badi ka qenë rezervist? Qfar, me o pat me patra në vishë me këtë, ma shfar ata heq, o kona i Jeraka, i qendra, o kona i vjetër, e sen, jo, shapa, unë aty 100% e kom pas sigur që qatë vit po luj edhe për përfaqësoj edhe ish Jugosllavi. Është interesant që Gjergja, dëshira e tij ka qenë që të sjellë shqiptar në ekipin e Zarës. Përveç te, edhe unë kam pas një ftesë, megjithatë nuk është realizuar ajo për të qenë bashkëlitar me ty edhe në Zarë. Po vetëm se ajo është handicap i madh për kombin tonë, për kombin shqiptar, edhe për ty direkt se krejt në ryshe ishtë cjell të den që na unë ti në lojë jemi marrë vesh, kur se kemi qyrë njëni i tjetër, ne kemi ditë ku të alëshoj topin, ku ma nëshon, qysh, krejt gjitha ato, këta me Karabeg, me Valdet, me ata tjerë, tash, qfar topash, na i gjushin, pas taj unë pak në shako gjithmonë thesha, është dhe në gjysë bëjmë në topin, atje edhe unë e përfundoj aksionin. Përfundoj, kur të këtë bardhygjë, të kujtuat, dhe këtë ka veç zekulli, shudon, taj ma unë e kështë. E që shtë, Do thot një moment shumë i rastishëm, një moment që një familje karriera nuk shkon më ashtu si duhet pas atij lëndimit në Zarë. Edhe le që shkon, po ta nejt, vesh me ndonë, për shembull që po të regoj hera parë, baba pastaj thot, se erdha atje, unë pa, thot pa të unë thonë me babë, nuk ka ajrë për i sportë. Që? Që shdo. Si do shtetë, ka qenë një vit shumë i rëndësishëm, një kënaqësi e madhe për qenë në një vend ku ka pas shumë arbresh, gjysma e qytetit, ndoshta ka pas arbresh. Më kujtohet shumë mira të ndeshje miqësore kur kemi luajtur kundër Zarës së bashku, pas përfundimit të lojës, normalisht që Zara ka fituar, na kanë përcjellur arbresh deri te hoteli. Te hoteli, fakt. Ma pastaj kemi zhvilluar edhe një lojë në fushën e hapur, ku dhe një ekipit arbresh. Qashtë. Po shumë se tash unë po të regoj që i cejke arbresh, ata unë kujtohet, po kthehemi prej një turneu në Beograd, i shumë e Zvezën, Partizanin, Radnishkin, Beko e këto, edhe unë aty u shpalla lojtari më i mirë, edhe koshgeteri më i mirë, isha më i mirë se Skroqe këta, edhe tash hypi rejti. Ata tash arbresh, tashin ma po të shëndoren, hajdi gjaku jonë, mos kej frikë se na ke neve. Kanë gjenë atë, unë e që pas atë problem të edhin. Qfar? Mirë për në Zarë, ke pas një mikë shumë të madhë, Duka më duke. Po, Bruno Duka. Ajtë ka përcjell gjithka. Edhe një familje ka qenë edhe për krasi madhi i ti. Edhe, pa, i ka qenë menaxher. Me motrën e vetë kanë ardhë këto. Edhe atë kujtohet i që kur kemi lujtë kundër Partizanit, unë e kom thuj tabelin. Tu nëzhe, tabelin. Edhe jo që me fajnë ti më virë në konstrukciona, diçka po vetë, ajo ishe montu me keq.
Tani Zheravica Indjeri na tregoj qysh montohen ato. Po kishte. Ata ka qenë rrethi ka qenë i statik. statik. Nuk ka edhe pas cerniera. ka qenë në tabel Po, qelçit, kështu që tani është diçka tjetër, kështu nuk ka problem konstruksioni me tabelin. Këta, po, që din qenë stërvitje, Indjerive tonë kajtazi, po shëton këj si prej nërit ashtu, për rogën hekër edhe po pëlcet gjomit, po, krejtisht të montimi, por fati që kena pas mjaft tabelë. Po. Kemi qenë Rezervë ka pas. rezervë asot, se tash ishtë duft me prit tjetër. Kur jetë të Zara kthehesh në Prishtinë, a ishte para fillimit të atyre kualifikimeve të cilat na kujtohen, a ishin pas ardhes të pas kualifikimeve që lujtëm nish me Kumanove. Pas për para na nish për momenti nish tash, po them. Aty ka qenë pengesa kryesore ne mos shkojmë më tutje në elitën e basketbollit. Po na shoj shumë ligë parë. Edhe tash për me shumë ligë parë të edhen Eksim Kosi edhe disa sponsor tjerë kanë qenë maset gatshëm me marrë ekipin. Apo kuptan? Por kurse si ata krejt qëllimin se masande unë kanë treguar këta të Kumanovës, ta ka ardhë festa për i teja, din se edhe djali mirë edhe lejtari mirë e krejt, e qështu, ata krejt qëllimin e kanë pas mua dhe ty me na hek për ekipit me 5 personalit. Më rëmen, unë rujke a i sa zdovi për para, a ju mra këtë dejnë këthiz mu, po që tu, po të cërë s'ki mra pa, Kujtohet ajo ndeshje. Ajo ndeshje kur në pjesën e parë të lojës ke qenë i pagabush. Në fund të ndeshjes ke shënuar 42 pikë. Unë në pjesën e dytë kam filluar të bashkangjitem, diçka mirë, po 5 personale, ty 5 mu, kështu që bile ekziston një tregim, apo në është thënë që ata gjyqtarë që e kanë referu, kanë thënë që po të lunin edhe 24 orë nuk do të mund të fitonin lojë. Kumanova, po, nuk ishëm me... Do më thënë është një farë pengese për të zhvilluar basketbolli i Kosovës edhe më të tjerë. Gjithsesi, po të them, për atë shumë... Unë e kisha pas qef mirënjohje edhe Bardhylit me edhe unë cili ju ka kundërvu atyne edhe neve si lojtar. Unë tani thamë në ato liga që kemi lujt ka qenë unë thështë që nga Komiteti Olimpik besimi është e kështu nuk keni medale, po, s'keni medale. Çfarë medale si dzynë me pas basketbol? Ma e mira në botë po lumë në atë ligë. Medalja është e gatshme ajo, edhe kur gjë nuk është për shtetin, me jep 3-4 bursa për basketbol. Një farë mirënjohje. Jo, mirënjohje, po pension me jep. Një pension e jo me... Kjo që bëbët është një farë mirënjohje për ata që kanë kontribuar për basketbollin e Kosovës për gjithësi. Ka dhe të tjerë, me gjithëte... Po, na është gjenata jo tash, 74 vjeqarë, ti duesh se kër e din nipi jëtë dhe jemi, tash për ty, thët, gjyqi, a i qaj vlerimi, po thua, shoki jëti ka një lujt bashkë, tash qa bon, thonë pensioni, thët, sa ka pensioni kër i dhuhet 200-300 euro. Thët, qysh jeton, po kër i kisha tregu që i merë edhe 5-600, qa po di unë sa, nuk është me rëndësi një vlerë X, një shume, pastaj ka jehon shumë pozitive të rinia, ka dalë edhe nga të ushtrojnë me rëmin. Pas dështimit në këto kualifikime, unë dënohë me 1 vjetë, e godis në qyshtarit, dënohë me 1 vjetë, dhe gjithmonë ke qenë ma temperament edhe nervoz, edhe tash aty, se normal, aty më do të kemë më në loj,
i vetmi isha une që qetësojsha që ka tjerë të mojshin, po jo bleki se nuk bon, e fakt, saj me fillua na përmi zgjidh problemet qashtu me raje, me qame, me këto ja nuk është si shrendi e krejt, por pa marrë parasysh gjitha ato, unë jam ma shumë se i lumë tënë çfarë suksesi kemi arrit ne. Po, është interesant edhe një fakt tjetër folëm për këto pengesat që i kemi pasur. Gjithmonë në udhëtimet tona kemi pas probleme me kundërshtarët, me këto udhëtime tona që i bëshin edhe në Serbi, më pastaj edhe në Maqedoni. Gjithmonë para fillimit të ndeshjeve u bënte një farë presioni, madje më kujtohet kundër Skopjes, në Shkop aty ajo rrahja para fillimit të lojës. Po qëra jo, gjithmonë ata kanë insistu me qato kërcënime, me qato vetë me mënyrë. E vetë me mënyrë, që po të thëmë ata. Po ato na motivonin edhe më tepër. Po, po thëmë, para se me fillu ndeshja, ata e deshen që se pe i modestisë edhe tjerë, dhe unë thamë 60 vjeçona, për 70, gjithmonë për 70, dhe të thotë u duft të tjertë edhe 5-6 kosha me i dhonë, ose maksimum 10. Ose me lutë veç mbrojtje mirë. Veç, po të po pa, shka pas, nuk ka mbrojtje në basketbol, kur kisën të ata shumë po thonë, të ata shumë tash është për këta që e këqyrin televizionet, edhe NBA, janë veç LeBron James, Doncic, qaj ndjeri, kë Bryanti, Jordan. Ka dhe shumë tjerë të cilët ndoshta më pak mund t'i përmendim. Normal tash, edhe në Euroleague, ka thënë se këta lojtarë cilët janë shumë preciz, pagabushëm, se qëraj rrethi është i vogël, blerim që aty për që ata, që ajo është krejt marifet lëko me qëllu atë, që ata kanë lorat gollën 7 metra, që lunë, po, unë e thëmë sportiv shatarën, të jeti, gjitha ato peripetit i kemi kalu me atë shtypje që kemi pas, me mrena, me jashtë, para ndeshjes, gjatë ndeshjes, edhe mrapa ndeshjes e krejt, veç o duft menqërie madhe me i bo balë gjitha atyne e krejt. Po, fundit, gjithmonë ne shumë i që në rastëve djetë që kemi triumfu me pejë vërën e parë dytë, eventualisht tretin e kemi pas në ligjen e dytë të Shqiposlavisë. Do me thonë, në momenti prej këtunit me gjitha ato marifet lëqe që ka bo me refer, me delegat, me gjitha këto, ne kemi arrit prapë rezultatet. Në shumë mirë në të ligën e dytë të lindje, e kemi poshtur me Vëdinën, e kemi poshtur me Talcin, Zhelezniqarin e Qaqakut, e shumë ekipe tjera, përveç me një ekip që s'na ka dasht, ka qenë EFT-ja. Si do të jetë, ka qenë një periudhë, një kohë, kur basketbolli ka arritur nivelet, dhe thëtë më të nalta, sa i përket Kosovës, nuk kemi arritur që të depërtojmë. Më pastaj vjen një kohë, një heshtje, një rënje entuziazmit. Rënja vjen, sepse na ndrojmë ta lojtarët, ai generacioni këta tjerë, fillojnë, pastaj fillojnë këtu me suprimue edhe me palestra, me gjitha këto. Ato flasim për ma vonë, dikun në viteve të 90-ta, po. Po flasë për periudën pas vitit 30, kur nuk ka pas ndonjë entuziazm, edhe pse ekipet tona janë futur në ligën e parë B dhe kanë dalë prej. Bile disa ekipe nuk kanë përfundu edhe kampionatin, por ju ndërshduar më herë. Po, veç qëre na, po thëmë në, është kjo Elektro Kosova, kemi qenë larg ekipi më i mirë gjitha kohë në vend Kosovë. Edhe tu i pas parasysh, edhe atër kur kanë qenë Prishtina, Sërte, Budushnëse, Hipeje, se krejt to, na sepse kemi qenë një gjenerat. Unë ke Karabegu, Valdeti, që kanë qenë ta vetone, Osmoni, krejt to.
Vetëm Kajtazi, Osman Breca, Edhe plot tjerë. po, Naser Krasniqi, Naseri, po. Mon Mulliqi, Mon Mulliqi. Sami Berisha, Sami Berisha ka qenë. Qashtu, Jusuf Nushi. Jusuf Nushi, Po, djali Bardhylit. E krejta. Ibrahim Karabegun mos me harru hiç. Po, s'bën. jo, unë e thash për Po. para, po. Vetëm se kjo ka qenë general. Edhe mos të harrojmë edhe Zofer Avdin. Po, ajo është i vëndshëm, Zofer Avdia, e krejt edhe pastaj shumë shpejt ai ka kalu atje dhe aq më tepër ai Zoferi çfarë ka qenë. Politikisht ka pas përkrahje, Po, cilën nuk kemi pasur po. unë edhe ti. Po. Nuk i kemi pasur në kohën kur kemi mujt me arrit shumë, se me 26-7 vjetë kur ke kaluar në zarë, është një farë pjekje e lojtarit. Edhe unë e kam pasur këtë problem, nuk i kemi pasur përkrahjen e politikës në atë kohë. Zufere ka pasur përkrahjen e politikës dhe ka kaluar në zvezd. Po, dhe shaj se qizë po thirën ta Goran, adhin e shtrejt. Po, E ka shfrytzuar edhe babën e tij që ka punuar në... babën jo, është mas shumë ti më ka shfrytzuar mu, edhe ty, se me neve Po, ka ushtru. ashtu është. Qa te po them, adhin se nuk e di. Unë pa mendoj për kalim. Ajo, po, për kalim, po, fakt. Edhe ai ka qenë edhe u bo lojtari mirë, po edhe koshketeri mirë, se më po them. Teknikisht nuk ka qenë, ku me di çfarë lojtari, më interesant, ka qenë në për çdo pozicion ku ka ra topi aty. Vesh me jep kosh, kur gjytë tjetër. Më kujtohet shumë mirë ajo ndeshja ku vendoset Budëshnosti për të kaluar një rang më të lartë, apo ne me fitore për të mbetur në atë rang ku kemi qenë. Dhe përmbyllet loja me 1 pikë diferencë për Budëshnosti. Unë pastaj kom dëgjuar fjalë e krejt ka qenë gjoja e kurdisne se nuk ka pas shans Budëshnosti. Atje në momente kemi udhëheq për mbi 10 pikë. Ndryshimi ka ndodhur, ka përfundimi i lojës. Dhe s'po du me hi në ato diskutorat cilat janë bërë atë botë, veç disesi po më duket edhe prej nesh ka pas probleme, se ka pas njerëz cilët nuk kanë pas dëshirë na me shku në ligjparë të shuasajt. Në sigurisht do të jetë hupnin privilegje që i kanë pas. Para te, vetëm se po them prap na pozicion e kishëm, kur thonë në Shqipëri, kishëm rraf me 20 gradje po në Prishtinë. Kur qilës, ato trunës ma përthekante, po nuk qa me bo, keq. Vjen një kohë kur sërish, pas një periudhe që një farë mënyre largohemi pak sa për basketbolit. Në vitin 1981, shkoj në shërbim ushtarak, rikëdhem, kaloj në Pej, po bashkohemi sërish Karabegu, unë edhe ti në Trepës të Mitrovicës, ku ishe përforcim për ligën e pak bë. Ka qenë edhe ajo shumë ligë e fort, edhe atje në Trepë që kemi qenë ekipi fort, ka qenë Ka ekzistuar xhelozia ndërmjet basketbollistëve serb edhe neve shqiptarë që kemi qenë përforcim. Gjithçysh. Ajo ka ekzistuar edhe përpara, unë thash, unë kom rrik në lëkurën time, por ne prap i kemi thy ato bariera vetëm se me kualitet dhe me vlera, se thash, në basketbol, për shembull ty nëse nuk ta kanë gjujt topin, ose nuk e ke jepe i pozicionit ton, je largu ma larg atjeve që shënu, që tha edhe s'ka pas 3 pikë atër. Tani ju tash ajo nuk ekziston. Ai pe atje e çuton aty, ose ky këtu, vetëm ose ky, shumë ma let me ta gjujt ty, se si ta gjujt i këtu, si këtu ti e kap. E koshin jo, ai koshi
45 centimetra. Ka ndodhur ngjarje interesante gjatë karrierës. Të kujtohet pas përgatitjeve në Poreç, duke u kthyer për Prishtinë, ndodh aksidenti me veturën tonë. Kjo ka qenë për faktin që kemi ndajt deri vonë, pas që i kemi premtuar trenerët që do të nisem me herët në mëngjes. Pa flajt heqë. A udhëtimi ka qenë prej Poreçit deri në Prishtinë dikun 18 orë, më duket. Shumë ka qenë i gjatë. Në moment që shpesh më kujtohet, sidomos edhe me Karabekun kur flasim për këtë moment fatlum, ka qenë problem në atë pjesë ku je aksidentuar. Është interesant, i thoshim njëri tjetër, ti mbaj syt hapun, derisa në atë flejm. Do dhe që të gjithë kemi fjetër. Sigurisht. Po edhe merrem me men, a di çfarë ndeshje krejt kjo, pa therë në kom. Do të thotë, kjo që ka një forcë mbi natyrore që trunë dikush. E në garoj, jemi konë, kemi qenë, jo djallëzum, njerëz mirë, djetë mirë. E di që Karabeku gjithmonë bën shaka rrëth kësaj fatkeqësie cila përfundon shumë mirë përveç damtimeve materiale, më pastaj shkuarja në Kopër, kthimi sërish në Poreç. Me marrë atje, se une, po të them, une kur erdha këtu. Po flasim edhe për atë pjesën kur ke udhëtuar prej Poreçit deri në Kopër me atë spaqekun e atyre që të kanë marrë. Jo, që dhe për atë ndeshjen e ai dëmi material, se ishte vetura e re, atë vit. Por une arrita atje në atë sigurimi, thota, Salla Kopër, ma pa të pagu krejt, ma pa të pagu, po është për shkak që isha i popularizuar, sani edhe mendoshin që do të shkoj në Olimpijun atë botë, po. Diçka për spaqekun? Po, spaqekun... Nuk ka zënë, të dhënë është dashë? Po, aty ish, i hapur një kulmit. Ej, Karabeku, ju është të show ju vërnë. Bash, së bashku, asë njeri nuk hidronte për njeri tjetër me këtë. Kur, të kujtuat mirë, po lujmë qaqak edhe po vje Karabeku, thëtë, hajde motra jam, dilja ma shpejt për mu. Të din që unë gjithë, jo ma sa... Para fillimit ndeshjes, po. Para fillimit edhe... Edhe gjithë nuk e dal i fundit. Po, i fundit, po të nej edhe, tash ju më... A ke dal i fundit për shkak të vëmendjes më të madhe që ta kesh për shikuesin? Jo, po unë gjithçysh e kisha vëmendje. Po, është edhe një mundësi e një vëmendje më të madhe. Po tom, jo, e ka pas edhe ata, onën pak, jo në qatë mënyrë, por neve na tretojshin krejt që vetë, ju kanë thonë juve, për shembull ti mjafti gjati për ngjarë, por këta tjetë, krejt ju në konë shkurt, Kosovi, bokseri, kushën ta boksere dhe keqera, boksera. Ajo ka qenë edhe një farë provokimi për parandeshjes. Qështë jo, aty se dishin heq... Për të na ullë motivin tonë. Me ullë aty, i krejt këto, po të them, në gjdo konë që kemi shku, edhe në Malzi, edhe në Serbi, edhe në Macedoni, krejt që kanë qenë kondër neve. Më kujtohet, kanë qenë sallat e vogla të shkollave fillore në Malzi, në Jedinstvo e Bjelopoli e këto, kur nuk lashin me hudhë. Edhe në Kotor. Në Kotor e krejt të në pisku e këto. Thëshit ju, hajde fesh ka peshtile të për vena se neve, edhe ati vetë ti e konë ma i zëshmin. Qyrë lakë, ju dhe ke mas shumë të piju mune, edhe këto pedani mas shumë të. Unë më konë pak ma, se edhe ma i pjekun e ma... Në Treps, një periudhe shkurt, lojës në ligën e parë bë, më pastaj një farë mënyre përmbyllet një karierë ytja e gjatë.
por nuk na lë shihet mirë ajo skuadrën kuptimin që ka pas ngasi aty. Po. Spari vjen Ismet Shumanović trener, pastaj vjen Ismet Kurteshi, edhe më pastaj vjen një emër i njohur i Jugosllavisë në basketboll, Marojević. Po. Edhe ata ishin të ndikuar ta fusësh në lojë Zekollin, apo jo, apo Vunićin, apo jo. Kështu që ka pas... Krejt po, te më duket atëherë vesh e ke palshu, unë e luisha se unë punojsha në Unë prej Pejes pa ta kalu në Mitrovic. Unë luisha... Në atë kohë kom qenë gjikun 28-9 vjeçar. Luisha në Trepçe, i ndjeri e nisë Presheva, po më thot, me ardhë me lutë për Trepçen, edhe ti mu bo drejtar në fabrikë në Gjyrave. Në Vushtre. Në Vushtre, edhe shkoj unë, po isha i martë unë atëherë, mas isha këpy pejzare sekret, unë kujtohet në loj, po lujna kundër jedinstvës, jo jedinstvës, po jo që shëthërke jedinstvë e një këshiqit, jedinstvë. Sutjeska. Sutjeska, se jedinstvë bjopolis. Sutjeska, edhe përshojmë një javë dit pasi kishte lujt Trepça futbol, edhe ishin rraf aty. Kurse ne përshojmë edhe mua po më referi Malazez, se s'kishë nërë të i Macedoni, se gjithmonë qashtu... Andi që është ndeshje problematike. Po, problematike edhe 5 personale, po dojnë me më qitë, unë e s'po dalë. Jo, nuk e qenë aty në atë ndeshje. Ja. Edhe po thëmë, jo, unë që e din atë lozinkën të më atë. E thëmë, e që zbanë, jo, Zekollin me dalë jashtë, tha, jo, që të falë, qarë faulle unë, qështu po më referan. Po. Heqa, din? Të ishë në naltë atë në katë dytë, ishë edhe Milo Gjukanovici, kryetari tash që ke i Malizi. Ka qenë edhe ishë basketbolist i Ljubovicit. Po i Ljubovicit, kore, po e thëmë unë ati po shkoj të publika dhe po folim me ta, me ishë baba e nona e mome se vlave. Po, Momo Milatovic. Po, thëtë, si merë që i kom pas. Ka qenë njeri për basketbollit që kanë ardhur nga Malizi në ekipin e Prishtinës së Elektro Kosovës. Po, dhe si rrugës e shkryetari i Trepçës, Malazes, nga ku marru emrin. Thot, largo Zekollin se të gjujnë tash në shfar gjumi, a i mund publika mdaj ke gjithun të i din. Heq atje, tap, kam jo vesh, unë me referu e hapat. Po. Hapat, ja u pranoj, faul, kurse si, edhe e shriva personalin e petë, pa këtë monitorin. Trepçë e cila bjen nga Liga par B, më pastaj Liga Krajnore, aty një farë mënyrë të përfundon karriera ju. Po. Mirë po je aktiv më njerë pas mëvecimit të sportit. Po. Kyqesh në basketbol për të mbajtur gjallë basketbolin, së bashku me mua dhe me shumë kolegë të tjerë të cilët ishin në basketbol, ndoshta dhe akoma janë në basketbol, ndimes e madhe për rinin tonë që t'i orientojmë në sport, edhe pse në kushtet vështira. Po, shumë është e vërtet, kemi bërë çmos, edhe ju mundu, po të regoj tash në qatë herë kur ju kyqune, kom qenë kryet trajner në Trepçe. Trepçe, po. Në Trepçe, në këtë Trepçe në shqiptarë. Po. Pas vecimit, po flasë. Po, pas vecimit e krejt, beso, u thësha me kertimin, krejt kanë pas ato shpenzimet e krejt, shumë ma shumë së në kanë jep heq paret e gjitha ato. Problem ka pas me finansa. Po. Entuziazmi i marë e gjitha ato shumë mirë më vjen kur i pasha ata lojtarë që patën atë vetë shumë bënë ndryshit ma kualitet tyne përparun shumë me Artan me Mjetit, Naim Hajrizi, Erol Pepici, Besim Magjuni, Besim Braha, Bekim Magjuni, pastaj në Prishtinë, Lena Stavileci, Arben Fetahu,
Floriani. Florian Miftari, më pas Krejt, ai në universitet e Gjithë kështu. unë për atë sot bile unë të Delmir që aty kur i këshirën fëndeshet, thëmë pse këta të hujt, këta i potencoj, ata edhe vini marrin lek, edhe nuk kontribuojnë asgjë, as për zhvillimin e basketbollit, e aq më tepër ngecin shumë brapa lojtarë tonë, fëmija tonë, sepse ti e din që lojtari bëhet, e sidomos basketboll, vetëm se duke lujt loj, jo duke stërvit. Po, edhe është një periudhë shumë e vështirë, më pastaj vjen vitin 99, kur kthehemi në palestrat tona. Po, Kontributi i ty është i pamoshëm i gjithë neve që e kemi mbajtur gjallë basketbollin në kushte të vështira për të kyçur më njëherë nëpër palestra dhe për të filluar basketbolli me atë shikueshmërinë shumë të madhe për të bërë ndoshta sporti më i mirë apo më i shikuri në Republikën e Kosovës. Jo ndoshta, po më i miri bile, unë e kam në jargonin tim sportiv, thëmë jesën edhe një 10 vende shpas të të në fillon sporti i dytë, për shembull, këtë rast që ka qenë futbolli, ka i to. Në futboll që ishin 50 vjet me qyrë, basketbol dhe 5.000 ka pas, 4.000, 3.500, gjithmonë. Palestrat kanë qenë të mbushur. Po, tanë. Po them, po e atëherë në fillim kanë qenë krejt këta. Kujtohet mas lufte përfaqësuese e Kosovës, cilën është Bujar Ljoci, këta që shkun edhe une me Artanin në Aleksandrinë, në Egjipt. Egjipt, po. E mojtëm edhe Egjiptin edhe... Egjipt që ka qenë në ranglistë shumë naltë. Shumë naltë ata, me krejt prodhim vendor. E tash më rëvëmen ti, edhe ate ke naturalizuar që shkojmë në i. Miles, po. E gjitha këta e do të, jo, sidomos të gjatit o problem. Blerim krejt bota ka me qendra problem. Krejt ekipet kanë problem, kanë pas. E mërëmen të ashti mua pa modesti e thëmë ti hala se ki një Ferit Zekalli cili që 60 vjetë që i kalon basketbolin gati. A vëvëta? Po. Tash, e mos pas këta ti peja ti qoshit ke shotu e ke huqë edhe ke po që për huqë, ti ke ngajt edhe ke kap topin. Edhe kësë nuk është. Këta jasë mërzitën, mua që me më shumë nerva me këta tresha që përshëtojnë, ne jep mirë. Se jepi... Prap mirë. Jo, për që se jepi, ajo po do 90%. 90% nuk po jep. Këtë karierën basketbolistike, folëm gjithë shka, vjen një periudhë e kohës kur e udhëhesh në sportin e Kosovës. Po. Për një drejtor në Ministrinë e Kulturës së Rinisë dhe Sportit. E udhëhesh një sportin drejtor i drejtoratit sportit, duke të shtu është. Drejtori i departamentit. Departamentit të sportit, po. Është e vërtet edhe beso. Atë kanë ndihmuar basketbolli dhe karriera të basketbolistike për të qenë aty? Shumë më kanë ndihmu, edhe që mas shumë t'i ku marë komplimente prej këtyne Turmiku ka qenë atër kryesor, ata shkonin me helikopter çdo ditë për Beograd. Për problemet vetat për këto, e shqiptarve sërbe këto, edhe tha, unë tregojsh me ata u kona i rau, ai indianin. Sa ku bashkojnë, tha krejt, tha po të njojnë, tha veshti. Tha i kalzoj, tha i thamë që ministre kemë filionin atë diçka, kërkush se dike. Tha nga veç po. Ate, edhe tash është hera parë që Peceku, unë e kom hapë Brezovicën për me shu lirëshëm, sa kom qenë drejtar, edhe normal që nuk u konë letë, se e din që atyne nuk kemi besu kërë, po ndryshe unë e ti jemi silë me ta se kemi ditë që ishë marrën frymë, kemi ditë edhe në atë linë... Sa ke pas mundësi të ndihmosh sportit të Kosovës si drejtor? Po, shumë kom pas mundësi,
edhe shumë i A ke pas pengesa prej zyrtarëve Ja. ndërkombëtar prej këtyre sulmikut? Përkundrazi, i vetmi drejtor i departamentës, ka pas shumë departamente, po. i cili kun pas dyrë qelë, edhe ate veç në të i falenderu autoritetit edhe cilën e kum arritu në gjatë karierës time, e krejto, është që dënon në inxhinier me profesion, i kemi shtruhe sa fusha me atë asfaltin që nuk e as bora, si bon kurgju, as shiu edhe as dielli. Ato i kemi renovuar disa palestra, kemi hapë Brezovicin, ju shkon skijim, fëmija tu, të krejt këta, kur as më i vogli ekses nuk ka qenë. Une ja kom saktu çmimin sa me ju marë, për shembull fëmijëve tuaj fëmijëve, Për teleferik. me teleferik, me ushqim, me hotel, po ka qenë shumë lirë. Përveç si drejtori i departamentit, pastaj je aktiv shumë në Komitetin Olimpik të Kosovës. Madje ke qenë dora djathtë e ish presidentit Komitetit Olimpik Besim Hasani, në udhëtime të ndryshme, në takime të ndryshme. Në Olimpiada, në Olimpiada. Në Atinë, në Pekinde. Ai bile po më tregon Mehmeti, Mehmet Bubuevci. Po, ishte sekretar, tha, vetëm njeri që i kam borç në këtë 2 jetë është Ferit Zekolli, i cili thot, krejt dyrët e mundshme mi ka hapë në botë në Komitet Olimpik. Se të edhe unë tashë, unë e kom pas përparësi gjatësin edhe sportin e basketbollit. Sporti i basketbollit ka qenë number 1 në botë. Jo në Jugoslavia, në Kosovë, në botë, për që ata e thëmë. E krejt këto edhe plus i kom pas ato sjedhjet e mija, drejtor trepqe, drejtor shpedicion, ndërkombëtar, drejtor fabrik ngjyrave, krejt ato stasht madh, edhe unë e gjithmonë. Është një përvojë. Shumë përvojë e madhe. Për të komunikuar edhe me ndërkombëtar. Me komunikuar me ndërkombëtar. Po. Unë kujtohet një rast me Fatmir Makhollin, shkojmë në një kampionat evropian në Riga të Letonis, pas lutës. Kampionat evropian i boksit? I kickbox. A i kickboxit? Po, kickbox. Po, Fatmir Makholli ka qenë atë kohë nën kryetari i Komitetit Olimpik Kosovës. Ndoshta jo në atë kohë ma vonë. Ma vonë. Edhe, ta shpethëm unë më ledhe, thëmë, po shështë kërët, thot, veç me mujtë pare, me fitu edhe një medalje, thot, për neve o bëllë. Thash, ka zënë ti kush është refer, po kryesor, një polak, e të shkoj t'i hi unë atina, e din ti, në atë stilin tem, qështu, e mund konsiderashin krejt si minister, one, edhe vizit. A ka qenë këj prezentimi yti si minister, apo ata? Ata, se kanë në shkollë minister, ata kanë bo ministra palidhje, krejt po, kërë, thësh, ti thësh, kickboxi është sport nacional të na. Na e kem plan, thash edhe në program, me mojt seminare, kurse, krejt për kickbox, për refere krejt, ti ki me konë barë që kryesor atë, na ti pagojnë atë, po. Që to, del këj kickboxeri jonë me një të Azerbejgjani. A i tak po të kryt, a i shkon kampion botor. A në gnej, a i fitorin këti toni. S'po del a i pej ringut kur po vjen i zhubnjojtë në hotel mua. Please, can you see minister, apo dënë me këqyrë, thot gjatë gjirimin, e kështë gjirua, thash tore, thash unë se li, thash kickboxi, unë jam basketbolist, unë ata që mi mytë me basketbolist. Po, ata kura përmenë që basketbolin... Dhe më thë ka qenë në mënyrë ndihmëse madhe për Komitetin Olimpik për të ndërkombëtarizuar. Tani të shohim... Këta krejt i kun pas shumë. Me Malazes, me Sloven, me krejt, edhe të Serbis, me Kiçanovicin, kur u pom
Kse, natin, ku je maestro, po më thëtë, besa ato. Sportistët e kanë pas një komunikim të veçantë Shumë ma që veçantë. nuk kanë ndikuar shumë shpesh politika, mirë po shumë shpesh edhe kanë ndikuar politika që sportistët të kulminant kanë qenë pro një regjimi çfarë ka qenë edhe Milošević. Kanë pas atë përfitime edhe prej asaj pune, kështu që neve në një farë mënyrë nuk kanë lënë për të u zhvilluar në sport në përgjithësi, përveç në ato sportet luftarake kur kemi qenë më të mirë. Të shoh shumë shpesh në këto ndeshjet e basketbollit që po zhvillohen në Super League. Çfarë është mendimi yt për ato që po sheh në këtë, sidomos në këtë vit të fundit? Po që kam e thonë, ajo është katastrofë që ka po shoh për vetë faktin që shumë duke fillu më rëmëmen ti trenerën. Qka të mungon ty me qenë trener e Valdeti, e Karabegu? Neve na ka kaluar koha. Jo, ma djetër se ju. Mund të jem ndoshta këshilltar ose diçka e tillë. Ose dhe këshilltar, po ti ndryshe është me qenë sikur se ti me atë begazh ata me i tregu atina ka dane se qënën ky fesha i... Shoh që shumë shpesh i zëshëm je në këto ndeshje. S'moj me Ku ndalë. dëshon të tregosh lojtarëve se çfarë mund të bëjnë në momentet akume. Dëgjojnë atin, veç. Edhe tash, kuqi merre me men, po thonë, ta të hujt po mendohen, edhe me trenerat hujt, po unë tash unë visht mora aty që të kam përpara se qëritiki me Bujara, me aji Karcel, aji Naseri. Nasser Kasniqi, Mohamed Bajrami. Mohamed Bajrami, e krejt këta të tjerët janë plot Bujarë i PS. Bujar Ljoci, e plot Kiqër, Naim Hajrizi, Besim Broha, e këta i kje, Artan Mehmeti. E këta unë e pëton, nuk kanë bi, bonu i bindun, po tha them, të tash po të foli shkencëtarisht. Jugoslavia ka pas edhe trenera shumë të fortë, ma të fortit në botë, edhe lojtarë. Kështu që na kemi mund kanë dush me thirë këtu me majtë ligjeratë. Çka i duhet tani momentalisht basketbollit që për trier kuadrin e lojtarëve? Po shohim që në përzgjedhjen e Kosovës ka lojtarë 90% janë mbi moshën 30 apo 32-33 vjeçare. Po, normal. Po shumë, nuk mundet ai me për 3 moshën, kur ata po rrinë vetëm në bankë, sa i në bankë nuk bëhet lojtar. A jenë, për shembull që ti përshaj djali i ri, ky Ismaili ai. Joni Ismaili. A pse nuk e morë ishtë për fatësuese tash. Ajo është gabim është. Ma miru duhet me marrë Jonin e me baj përvoj si vjetë me këto përshamë. Vështë të 2 lojtë e fundit për i marrë për fatësueses. Edhe plot Jona tjerë, por duhet ekipet pikspari ata për me i angazhu në lojrat e tyre edhe ndi pak ata dhe publikun kundër tyne. Ka desh zoti këtu të na publik pas shumë t'i ka vesh në basketbol. Vesh në basketbol. Ka rejt ata, unë e po të thonë, unë thash, 2004 apo jo, 2005 që kem në Egjipt. Rëmen atë që ta krejt provim vendor edhe ne po fitojmë atje. Si luaj, krejt që ishin për një për gjithë. Ka aty, pehush të topin duhet, unë i gatë shumë. Këta tash duhet, por këtu adin ku është defekti kryesor. Defekti kryesor që federatën derim në tani e ka në lheq, unë e thëmë analfabet adin, dhe të më falë në ta unë me kom doktor shkenci, është analfabet i basketbollet. Sepse po e kemi Arben Fetoni, cili pasionisht basketbollist. Arben, po. Edhe në kohën e para luftës, kur ka qenë vështirë, ka qenë atëherë i thonim këtyre basketbollistëve të ri një makët. Po një makët. Më pastaj vazhdon edhe para luftës dhe pas një kohë gjatë bëhet edhe kryetar i Federatës Basketbollit të Kosovës, madje arrin edhe në FIBA. FIBA, po.
Ajo është shumë pozitive për neve, edhe për basketbolin tonë kosovar, por normal që tani është fillimi, se ky tash Frik është bo kryetar atje. Antari kryesit edhe krejt, e këto, edhe Elvira, edhe të tjerët janë, për para, ti kur i ke pas ata me rolla, me kësi, ajo është. Si dhe shtetë, pavarësisht kësaj, duhet kalorët në për etapat ndryshme të zhvillimit të basketbolit. Unë mendoj që... Për mu që tash, jo 1.3 me lujt në ekip, gjatë lujt, po maksimum 2 që po të trombeton. A mund të umbë shikueshmëria në qoftë se kemi më pak basketbolist të ujë? Jo, besoj që jo. Se kur e sheh që e ki me zemre, me shpirte, për një tardhme, se jo, populli janë të meqëm. Shumë mirë e marrin vesh. Ishte ky një tregim interesant i yti, karierës tënde, fillimit, pastaj vazhdimit karierës, përmbylljes së karierës, punës tënde në pjesë ndryshme të kontributit tënd në sport, jo vetëm basketbol. Po, faleminderit pej teje se ty ma të kujtëshin plot gjëra gjatë karierës e gjitha këto, por po të them të dish, na kemi pas shumë karierë në begatshme. Edhe jemi mësu gjithmonë kundër me refer, me ata, me publik, me popullat, me të gjitha, edhe jemi kalice, vetëm se qashtu kalitën edhe këta. Leti, unë e di plot njerëz më ka thonë, qifti e thët, jo be gjalli jam ke aty nejti, një vjetë 2 edhe kur gju, apo kuptar, pse ashtu? Po e di, është një mangësi e madhe, infrastruktura sportive, fakt, nuk kanë për shembull ato klubet, se ti edhem që i ka, për me pas profesionalizëm, duesh me pas sallën gjithmonë në dispozicion, me ushtruen, me punu. Besoj që edhe ajo do të rregullohet, sidomos tash, pas vitit, të këto lojrat mesdhetare tash që mbanë, do të rregullohet infrastruktura se s'kan qare. Urojmë që t'jeshtë kështu, urojmë që kemi shumë më tepër objekte sportive të cilat do t'i shfrytëzon rinia jonë dhe edhe krahas këtyre objekteve sportive të ngritet edhe niveli i sportit, jo vetëm i basketbollit. Qilësia, por të them, të dish që ne kemi mjaft të interesum edhe njerëz që njohin, këtë rast po folëm për basketbolin, njëjtë vlen edhe për futboll, edhe për handball, volejboll dhe gjitha sportet të tjera. Vesh një shembull harrova se s'muj me pas intervist për PECEK. Për shembull judistët, pse i kemi më të mira? Vesh të falenderu një ekstra trenerit Driton Kokës. Pse ai ka qenë në ish Jugosllavi shumë lojtar kvalitet. Judist. Judist, edhe është ka ju dashtë me përfaqësu shtetin Jugoslav në judo, se kanë lënë që u konë shqiptar, e tash ja kanë rrit vetë, ma i mirë i trener në botë, që 5 medalje tarta, medalje të ndryshme, argjenta, bosta, në për këto turniret ma prestigjioze tyne, e gjitha dhe plus, krejt bota po vinë të aj me marë mësim, e që qita unë e këtë. E mundemi me bo, edhe shpresoj edhe besoj që do e vend. Uroj që këto fjalë përfundim të këtij tregimi ta përbyllim edhe këtë intervistë nga tregimi i legjendës së basketbollit të Kosovës, ish bashkëlojtarit tim Ferit Zekolli.